Hajdeni disa minuta me mua se dua t'ju tregoj çfarë ndodhi këtë fundjavë në Tiranë, sepse sheshi Nën Tereza u kthye në një skenë, ku tymi i gomave, zhurma e motorëve dhe muzika live nuk mund të shpërfilleshin. Ishte edicioni i përvitshëm i organizuar nga Enduro Albania në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, i cili këtë vit u shtymi një javë për shkak të ditëve të zisë kombëtare, pas ndarjes nga jeta të Papa Franceskut. Përshëndetje gjithëve, po. Në fjalën e tij përshëndetëse, nënkryetari i bashkisë Sandi Seferi tha se kjo është hera e 8 që ky komunitet nglidhet, duke theksuar se përmes pasionit për motorët, ata sillen shumë më tepër, miqësi, solidaritet dhe një ndjenjë bashkimi që ka përcjell çdo kufi, sepse në shesh nuk ishin vetëm shqiptarët, por edhe motoristë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe diaspora. Një super kënaqësi që është hera 8 që bëjmë të gjithë së bashku, që në këtë qytet punojnë dhe gjithë secili kontribon. Por unë do thoja një veçanti që Enduro e ka. Ajo veçori që Enduro sjell në këtë qytet, në këtë Shqipëri, është miqësia për të gjithë. Dhe duke u bërë gjithë bashkë dhe duke festuar gjithë bashkë si qemi që ka ardhur nga Kosova, nga gjithë vizët e Shqipërisë, kështu do vazhdojmë gjithmonë. Apo jo çuna? Një sukses i madh, uroj shumë sukses çunave dhe kështu gjithë bashkë vazhdojmë gjithmonë. Në mos gaboj, do jesh pjesë e paradës, më duket se unë e di mbrapa kujt motorit do hypësh, mbrapa kujt të duket. Si gjithmonë tash janë sa gjëra që janë caktuar. Nuk e ndron pilotin. Miq të dashur, edhe një tjetër faleminderit që keni ardhur, na keni respektuar dhe absolutisht që do t'ju respektojnë Enduro Albania, di që të bëj evente fantastike. Zotërin kryetar, start your engine të takon ty, e themi në shqip. Nisni motorat! Nisni motorat se na pret fitore madhe! Çdo motor në këtë shesh kishte një histori për të treguar, që nga Harley Davidson, që dukeshin si të dalë nga filmat e viteve 70, tek modelet sportive, që të rinjt i shikonin me admirim, dhe deri tek motorat enduro, që dukeshin gati për të përshkruar botën. Atmosfera ishte gjallëruese, qytetarët bënin foto dhe video, dhe nga skena dëgjohej muzikë live, që i jep ritëm gjithë eventit.
Ajo që më pëlqeu veçanërisht ishin konkurset që organizatorët kishin menduar për t'i dhënë eventit, edhe më shumë emocion. Jo, një sekundë. Sa lek bën motori vetëm? 22. Pra këti janë hedhur 22.000 euro tjera? 31 me këtë matematikën tjetër. 31. Gara që bëri Jurin që të mos binte dakord shumë kollaj, ishte gara për motorin e më shumë pjesë ekstra, ku pam një mjet që kishte kaluar dhe shifrën e 20.000 eurove ekstra, për të qenë më perfekt se kur doli nga fabrika, dhe sigurisht ishte gara për motorin më të zhurmshëm, ku secili jepte gaz fort, duke ndezur jo vetëm pistën, por edhe zemrat e publikut. Ky motor, ashtu si isha thënë, mund të ketë 20.000 euro brenda. Ti e di e njeh. I ka. Problemi është që neve vlerësojmë Jo vetëm, neve vlerësojmë atë që ka modifikuar komplet motorin. Po ti amortizator, çdo gjë në grup i ke fut durrën. Çfarë i ke bën grup? I kam dru pistonat, i kam dru bosh me dunga, kastat, që shka. Atere, pse duhet të ndrosh motorit të ri pistona, se e ke bletëri me 0 km. Nuk ka dit mirë me bo Suzuki. Nuk ka dit Suzuki me bo si Rema. Atere me muzikën më të bukur dhe me duar trokitje, Rema Servis, motorin me më shumë ekstra, të të shkrim emri. Në shmetim. Me gjithë forta, me gjithë buta. Jo, me në. 2 rea. Ja dhe ke ka kujtimin më të bukur, falemderit dhe përcjell me duar trokitje, Rema Servis. Në një moment, aq shumë më përfshiva sa më shkoi ndërmend të blija dhe unë një motor, por kur dëgjova një zotëri që tha se vetëm një nga personalizimet i kishte kushtuar mbi 20.000 euro, u ktheva me këmbë në tokë dhe fillova të dua akoma dhe më shumë biçikletën time modeste, që më pret çdo ditë pranë derës. Kaq ishte video për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ftoj që të bëni subscribe, të bëni share kësaj video të miqtë tuaj motoristë se kanë parë akoma. Se kalon se bosa i po kreqë dhe me